Disa tornado kanë goditur pjesën veriore të Oklahomës në SBA, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme dhe duke lënë persona të bllokuar në rrënoja. Autoritetet lokale kanë nisur operacione kërkim shpëtimi. Sipas raportimeve, tornadot kanë shkatërruar plotësisht disa shtëpi dhe kanë lënë pas një sasi të madhe mbeturinash. Zonat më të prekura përfshin lagjet Grey Ridge dhe Vance Air Force Base. Policia në Enid ka ngritur një qendër komande dhe ka angazhuar forca shtesë për të përballur situatën emergjente. Shërbimi kombëtar i motit ka lëshuar disa paralajmërime për tornado dhe stuhi të fuqishme në qarqet Garfield County, Kay County, Noble County dhe Logan County. Stuhit shoqërohen me breshër të madh dhe erëra të forta deri në 96 kilometra. Autoritetet u kanë bërë thirrje banorëve në zonat e prekura të strehohen dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme, ndërsa disa rrugë janë mbyllur për shkak të dëmtimeve. Situata mbetet dinamike ndërsa ekipet e emergjencës vijojnë punën për të shpëtuar personat e bllokuar dhe për të vlerësuar dëmet.